Jemi drejt për drejt me emisionin Ars në programin e dytë të Radio Kosovës. Në emisionin e sotëm do të flasim me Marigona Sahitin, e cila ka botuar librin e parë me poezi për fëmijë me titull E vogël por me shumë sherr. Marigona është një artiste e re e cila ka pasion artin, është studente e dizajnit grafik dhe përveç artit i pëlqen dhe sporti, në veçanti shigjetaria. Tani me ne është Marigona Sahiti. Marigona, mirë se erdhe dhe urime për librin e parë. Përshëndetje Vera, mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën edhe urimet. Kënaqësia këtë jam. Edhe jona gjithashtu që të kemi këtu në studio, të flasim jo vetëm për librin, por edhe për pasionet e tua të tjera. Si lindi ideja për ta ilustruar dhe botuar këtë libër? Si student e dizajnit grafik që jam, semestrin e kaluar kemi pas një detyrë për me e ridizajnu një libër, edhe ne mendova pse jo me shfrytzu rastin edhe me bo librin tem. Fillimisht nuk e kom pas idenë për me botu, po veç me pas, pse jo, po pasi e përfundova librin, shoqënia, familja, këtë ma bëshin boto, e që m'ja dhon vullën ka qenë gjyshi, kër më tha i botu librin, tash okej, se pe provoj, e tash e kom botu. Veçurime dhe shumë suksese. Ata solle emocione të veçanta, sigurisht, kur e ke marrë në dorë për herë të parë? Emocione ka pas shumë, sidomos puna që e kom bo tash të ilustru, se kom pas punë me krimet që i kom bo në fëmiri, për mu dhe i tash ajo ka qenë koha ma e mirë që e kom pas, do më thonë komplet libri ka pas emocione, dhe nëse jo perfekt, për mu e ka një vlerë tepër të madhe. Sigurisht. Çfarë përfaqëson titulli E vogël, por me shumë sherr? Me shumë sherr. E vogël, po sherrin e shumë, ka qenë diçka që ma ka thonë çdo herë kujdestari, arsimtari gjuhës shqipe, po e njëjti që më ka mësu me shkru poezi edhe ja kom dediku librin, kështu që kom mendu që pse jo, që mendoj që ka qenë titulli më i mirë që i ka shku këtij librit. E ti, si të duket sot, ajo kohë? Më duket koha më e mira, se kisha mujtë më kthy me naj kohë, isha kthy në atë kohë. Edhe sot që jeni vetëm 20 vjeç, më duket, apo 20 vjeçare. Cila poezi brenda këtij librit e ka një histori më të veçanta, të kujtohet? Poezit janë prej temave më ndryshe, kanë qenë tema që na kanë ardhur për detyrave të profesorit, pra ka tema për nënën, mësuesin, për kafshë të ndryshme, po ka dhe tema imagjinale, fantazia një fëmijës për shembull. Secila prej tyre ka pas atë kohën kur u shkru, ka qenë e veçantë për çat kohë që u shkru. Për shembull, kur ka qenë 7 marsi, 8 marsi, kemi shkru për nënën, për mësuesin. Kështu që mendoj që krejt në atë kohën kur jam shkruar e kam pas atë veçantinë e vet, atë emocionet e veta. Çfarë shpreson që të marrë lexuesi nga ky libër? Ndoshta vetë fakti që këtë libër e kom shkruan kur kom qenë e vogël, tash mas shumë vite jam kthy prapë te ato punime. Lexuesit e këtij librit kanë qenë fëmijët, ndoshta me marr ata guximin që ato që i pëlqejnë, që ato sene që din mi bo, mi shpreh, edhe nëse nuk i din më as mirë ti mi bo, pse jo me shpreh ato që e din. Po, le ta provojnë. Po, le ta provojnë. Çfarë do t'i thoshe vetës së vogël që i shkroi ato poezi? Marigon, mos vjen marre. Mos vjen marre, moto kjo, për të pasur suksese më vonë. Se ka shumë sene që nuk i kom bo për shkak që kom qenë shumë e marrueshme si fëmijë. Edhe tash jam pak, po atëherë kom qenë shumë ma shumë, tash t'i bi bishmën për to, edhe mendoj që ndoshta nëse nuk i kisha pas marrën, kisha bo shumë ma shumë sene, kisha shfaq shumë ma shumë që ato që pidi mi bo. Talentin, pasionin që e ke. Krejt, hobit e krejt. Çfarë të motivon më shumë në punën tënde krijuese? Unë kur të filloj me kriju diçka që ofë vizatim, piktur apo ndonjë kostum, gjithmonë ja nisi me një ide, po gjatë procesit që bëj atë ide, ajo kom ndryshu komplet. Çaj procesi ndoshta deri në fund që kom dal një mister, mendoj që unë ashtu me pa çapo del, po shkon. Kjo mendoj që është ajo që më inkurajon më shumë për me kryu një punë tani. Po, librin e ke shpërndar në për librari ku mund ta gjejnë prindrit për fëmijët e tyre apo edhe vetë fëmijët ata që janë pak më të rritur, që din të lexojnë normalisht? Po, momentalisht librin e kam shpërndar te libraria Dugagjini edhe te Buzuku në Prishtinë, po mendoj që e kanë dërguar edhe në për pika të tjera. Kështu që për momentin janë këto dyja, po ndoshta e vendosi edhe në vende të tjera. Pse jo? Po, patjetër. A do ta promovoni? Do mundohem, është libri jam i parë, nuk po di bashkë se ç'është do të më promovu një libër, që me bu marketingun për një libër, po mendoj që ndoshta ko me mësu dhe ko me bu mas mirë ti.
Po, se është libri i parë dhe duhet patjetër që ta marrin vesh njerëzit që dolin një libër i ri, aq më shumë nga një studente siç jeni ju. Ju merreni me artin, me studimet, me sportin, me krijime të ndryshme. Si i balanconi të gjitha këto? Ndoshta që ju mësu për një moshe 3 më mirë edhe me art dhe me sport, mendoj që ta është pa njënë nuk për me bo as tjetrën. Mendoj që ka shumë lidhje dhe ka pas shumë ndikim sportin edhe në anën time artistike për shkak se jo mirë edhe me arte marciale ku ato të vijnë shumë përqendrim, disiplinë, fokus e krejt këto më do të mi përdor edhe në për punët e mia që kam artistike, në për piktura, në për libër për shembull, në çdo gjë tjetër. Po, ku e sheh veten në të ardhmen si artiste, në cilën fushë? Unë prej e vogël, prej që më e mend vetën, jo mirë me lloje ndryshme të artit, me vizatime ndryshme, ku vizatu familjarët, objekte ndryshme, mobilje të shtëpisë, ku mbo dhe shumë riciklime, kur ku marrë diçka, ku mblyu diçka të re prej saj. Mendoj që edhe në të ardhmen ku më mirë me kiq çdo lloj të artit, jo domosdo me pas profesion apo karrierë artin, se nuk i dihet, po mendoj që si hobby apo si diçka që më bën mundi më mirë, ku me pas gjithmonë artin. Artin. Po. A ke ndonjë projekt tash në përduar që mendon ta realizosh pas këtij libri apo ndonjë libër tjetër? Sa i përket librave, kam një seri librash në cilën jam të punu tash, po ajo është për mosha më të vogla, edhe kam qenë me tregime tepër të shkurtra për fëmijë, po ashtu me ilustrime. Të cilat do t'i bësh vetë sigurisht. Po, ilustrimet t'i bëj vetë, dhe kam qenë edhe në gjuhën angleze, në mënyrë që ndoshta mu përhap edhe në internacionalisht, jo vetëm të ne. Po përpos librave, unë punoj edhe mire me dizajn grafik, kam projekte me dizajnin e websajteve apo aplikacioneve ndryshme cilat vjen të punu për momentin. Shumë bukur. Këta ja mundson dhe studimet përveç talentit që keni me që studioni dizajn grafik. Cila është mënyra jote e preferuar për të krijuar sot? Vizatim, piktur, qepje apo diçka tjetër, sepse ju edhe qepni? Po. Nuk e di, nuk mendoj që kisha mujt me nda, se cila ka atë kënaqësinë e vet, atë lezetin e vet kur t'i bëj, po kur të më vjen një ide për shembull me bëj një pikturë, unë kam e bëj çat pikturë, kam e përfundu, dhe më thon tani kam e bëj diçka tjetër, se cila ka ato që kur të më vjen ideja me bëj diçka, kam më mirë me çat lloj të artit. Me nda, jo, nuk kisha mujt se cila është e ka një vend veçantë. E me piktura çfarë bëni? Mbani në shtëpi apo ishe edhe dikush tjetër ato? Zakonisht pikturat i bëj si dhurata për familjarët e me kur ka ndonjë fejes apo ditëlindje diçka, mendoj që një pikturë shkon diçka me vlerë të madhe. Dhe është faktikisht, sepse nuk mund ta bëj çdo kush atë. Edhe ndoshta nuk jem pikturat më të mira për shkak se studim për pikturë nuk më kur, po qatë sa di, qatë sa mëj, kom qef me bo piktura. Si dhurata, si diçka e mirë. Qepjet? I bëni qepje për vetveten, rrobat tuaj apo edhe për dikë tjetër? Zakonisht për vetveten. Kur ka diçka intereson që më vjen ai ide me qep, nëse vesqe ose na i çon diçka, atëherë kam e bu. Edhe çanta. Po. Këto mendoj që kam prej mamit, se kur qenë e vogël ajo ka qenë të përfundu studimet për dizajn të modës, edhe çdo herë kam najt mi kry të e kqyr të e kopju ato. Tash unë i bëj qepjet, nuk i bëj me patrona, me rregullat që i bën ajo me shkollë, po ne veç juhi edhe në fund për qepin tënd. Po. Dhe ashtu keni një stil shumë të veçantë, kështu që e paske pak trashëgim edhe nga nana. Ju merreni edhe me sporte, Marigona, sporti shumë interesant, shigjetarin. Sa ka ndikuar sporti para se të flasim, si u orientova aty në disiplinën tënde? Ka ndiku shumë, se në sport do të tepër disiplinë, sidomos që thash marret në artet marciale, ato kanë lyp shumë disiplinë, fokus, punë të madhe, edhe shigjetari janë njëjtë, edhe kjo e ka, po pak më ndryshe për artë marciale, kjo e ka atë lidhjen që ta bën me mendjen, me trupin. Është një sport jo shumë i zhvilluar te ne fatkeqësisht, mendoj shpresoj që në të ardhmen ku me qenë pak më i zhvilluar për shkak se jashtë vendit është një sport me vlerë kogjo të madhe. E kum pas gjithmonë pasionin për sporte, për orë ndryshme, ka qenë një kohë kur kum pas qef me qenë edhe pjesë e ushtrisë të Kosovës. Po për shkak se fillova punën me dizajn para se me hym fakultet në atë kohën e pushimit që është mas shkollës të mesme, unë vetë se fillova me dizajn edhe u kryqa dizajn edhe mbeta.
Po kam pik që bilat 4 vitshin që është akademik me përfundu për ushtri, bile që ato me mujt me bo herë, po nuk e di. Shpresojmë që të realizohet dëshira, pse jo? Shpresojmë, po nuk e di, ta shofim, do shta bohet. Si u orientove nga shigjetaria? Ka qenë një ormë që është ma ndryshe prej tjerave, është ma e qetë, jo shumë e përhapun, edhe është diçka që ndoshta të tjerë kur të më shohin ma bojmë pse po hub kohë pa lidhje, pse po bën diçka që nuk ja vlen me bo, po ne bëj veç për qefi se njëna mirë kur të bëj atë. Edhe një lloj sikur me sporte tjera, po edhe me disa punime artistike që i kum pas që ndoshta te na nuk është e vlerësohen shumë, po përderisa njëna mirë vetë me bo ato, ne e thjesht e bëj. Çka ke mësuar prej shigjetarisë? O kur e ke filluar? Ka qenë vështirë, e kum pas që për me bo diçka mirë do shmë kanë konsistent që ato që të e bo, për shkak se nëse merr një pauzë për shigjetarisë, nuk kemi mujt me bo njëjtë, ka mu të dasht kohë për me e bo përsëri qaq mirë sa ke mujt me bo para se më dalë. Do të me pas përqendrim, fokus, disiplinë edhe do shme pas shumë vëmendje edhe të vetja jote. Gjatë kohës kur je të gjujt është një proces i lezetshëm me marrë shigjetën, me vun hark, kur të jenë taj ato me gjujt, është komplet një proces shumë si një ritual tepër i mirë. Shumë interesant dhe ky sport dhe kjo dëshire jotja që të merreni me ta. Ke mësuar diçka nga ky sport? Ku mësu me qenë ma e qetë, ma e durushme, me prit që senet e mira nështë ta marrin kohë pak ma shumë për mi mësu, për mi përvetësu, dhe bënoj që këto janë pikat kryesore që mi ka mësu shigjetaria. A mendon që edhe sporti ka ndikuar tek kjo ose ndikante secili do person edhe në krijimin e artit? Te one po, shumë, sidomos këta ku mujt mas mirë ti me vërtetu gjatë kësaj vere kur mas një kohë që kum bo shumë sporte e kum pas një lëndim në gjuhë dhe mu ka dash me interpre, edhe kum pas që të njëjtën kohë nuk kum pas as ideja apo motiv, as kreativitet për me marrë me bo një pjesë artistike, diçka me kriju diçka artistike. Kështu që më shpresoj që nuk kom e pas më diçka tillë se kum pa që nuk njëna pa tjetrën tone nuk funksionojnë. Marigona po merreni me ta quaj multikulturen. Dizajn grafik, letërsi për fëmijë, qepje, piktur, sport, cila nga gjitha këto të bën të ndihesh më mirë dhe çka do t'ju preferoje moshatarëve tu, me cilën të merren? Tonë krejtë më bojnë më një mirë, ndoshta fakti kur te përfundoj një pikturë ose kur te përfundoj një ushtrem ose në diçka, çaj përfundimi, çaj realizimi, çasaj ideje apo çati krijimi, është ajo që më bën mas lumturi, çajo që më shtin me vazhdu hala me bëu diçka tjetër. Kurse te bashkëmoshatorët të mi nuk e di, ndoshta diçka që aty ju pëlqen, nuk kisha mujt m'ia sugjeru diçka prej meje për shkak se secili ka ato preferencat e veta, po përderisa aty ju pëlqen diçka me bo, çfarë do të qetë është, atëherë bën, edhe nëse nuk e bën kërkush tjetër çat sen, ose nuk është shumë i përhapur te na që ka shumë sene që nuk janë të përhapura, që nuk vlerësohen te na, që thash edhe më herët. Po, për shigjetarin. Për shigjetarin, po ka dhe sporte tjera mendoj që te na nuk janë shumë. Cilat janë ato? Për shembull, mendoj që jashtë miren më shumë, për shembull edhe me sporte tjera që janë me to që janë armët tradicionale të vjetra që janë përmendor ndoshta edhe prej pararazve tonë për gjueti, për lutë, pa për me mbjetu, si për shembull ka dhe sporte me shpata që bohen në Japoni për shembull, që ato janë tepër të përhapura, po te ne më shumë i kena veç këto artet marciale që janë karate, taekwondo, futboll, basketball, edhe kaq. Nga të erdhi ty kjo dëshirë për të marrë me sporte të tilla? Keni dikën në familje, duke parë filma, apo duke lexuar libra, nga t'ka ardhur? Fillimisht ja kom nis me karate, ato kom shku për shkak se motra jam që është më e vogël se unë ka dash me shku, unë shkojsha me rujt motrën, po si përfundim dola më mirë se ajo, edhe isha më mirë se ajo karaten, edhe prej saj tani kum provuar edhe shumë sporte ndryshme si taekwondo, kickbox, not, tash edhe më armë ndryshme, po shigjetaria për momentin është ajo që mas shumë të më pëlqen. Marigona, libri radhës do t'jetë në gjuhën angleze ato që i përmende. A shef veten dikur duke shkruar edhe për të rritur?
derisa keni gjithë këtë eksperiencë në art dhe në sport? Për shembull, një libër për shigjetarin, sportin e shigjetarisë. Ndoshta ndonjëherë nëse marr çaq shumë njohuri me shqetari për me shkruar një libër, pse jo e kisha provu, për shkak se të na mungon edhe njohurit për shqetarinë edhe Pikërisht po them. Nuk i kemi as elementet, as ato që na duhet për me gjujt, është shumë vështirë me i gjetë atë pjesët elementare për me gjujt me shigjet, për shembull harku, shigjetat, apo ato aksesorët e vet, lemo Domethënë nuk qen ka një shigjet e thjeshtë. Jo, unë gjuj me shigjet me hark olimpik, edhe ajo i ka gjë do aksesor, do sene që i dohën, po të ne është shumë vështirë me i gjetë. Ju ku i keni gjetë? Se thojnë në diçka që donë edhe e gjenë. Unë në Rillode ku marr harkun para 3 vite gjyse, edhe ka qenë komplet seti, po tash më dash me blej diçka aksesor ekstra, po diçka më të avancume, të na nuk ka. Është thjesht çaj set edhe kur gjë më shumë. Po ka qenë mirë përsa i kemi këtë, ka dhe klubet të shigjetarisë të naj, që nuk e kum besu që ka, i kum gjetë mas një kohë shumë të madhe pasi që kum blej harkun. Nuk ka as shumë njerëz që kanë ardhur në klub, ose ndoshta thjesht nuk kanë dëgju për to, po mbas të disa postimeve që i kum bo me shigjetari, ka pas shumë komentues, shumë që kanë shkrujt ku e ke blej, ku po ushtron, ku e ke mësu. Po. Edhe kum po që ndoshta në talme mund me pas diçka ma shumë të kjo. Sa kohë harxhon në për shembull një ditë që shkon në shigjetari? Më u marr me shigjetarin. Para se me pas lëndimin gjuk, ka ndodhur që brenda ditës i kumojt 2 trajnime, 2 herë kum shku në trajnime për shigjetari. Atë shumë e donë, domethënë. Dhe trajneri u befasoi ke me mu sa e ka e don shumë shigjetarin, po ka thonë ti më duket po ma ka lënë edhe mu. Po ta është pak ma pak shkaku që nuk përmoj hala shumë me najtë në kam për një kohë shumë gjatë për shkak gjunit, po bëndoj që shumë shpejt apet ku me vazhdu njëjtë. Vetëm suksese, na knaqe sot me vetëm këto 20 vjet i ke botuar libër dhe duke u marrë me shumë sporte dhe me shumë fusha nga kultura. Një porosi për bashkëmoshatarët e tu. Se sot shumica e trimbe e kalojnë kohën më shumë në internet apo duke shetit në dalin në mbrëmje, ndërsa jo jeni krejt ndryshe. Unë zakonisht nuk shkoj me bot që ka bojnë tjertë, këtë sen nështë kësha thonë edhe bashkëmoshatarëve të mesë, më doko që kohët e fundit, diçka që po është trend për bojnë krejt, po nuk po provojnë me bot diçka të reja, po diçka që aty në për një me ju pëlqen, mos me krahasu vetën me tjertë, pra nëse ka diçka që të pëlqen, për derisa nuk e lëndon dikën tjetër, atëherë bëj atë, edhe nëse nuk je ma i miri, gjithmonë ka më kanë dikush ma mirë se ti në ato që pe bën, por nuk do me thonë që mos me bo heq. Mos mendoni që është vonë për diçka që e keni bo ndoshta para shumë vite, siguron e me poezitë e mia që i kom vendosur nga këtë libër, edhe thjesht bëni ato që ju pëlqen. Mos e ndleni për shkak se nuk e bën kërkosh ose nuk po vlerësohet, se tani ka shumë komente të këqija që di me thonë njerëz, apo që thash edhe mu për shqiptari vetëm kanë thonë po hub ko, nuk po bën kur gjë, po mu më ka pëlqyer, më ka bëu muni mirë, nuk e kam lëndu kërkën me ato që e kam bëu, kështu që dhe je e vendosur në ato që do. Domethënë kjo është çelësi i suksesit. Mendoj që po, për shkak se çdo herë edhe nëse i bën diçka shumë mirë, apet dikush ku me ta përqesh ato që të e bo, kështu që veç mos i ndëgjoj dhe bëj ato që të pëlqen. Po, mos u ndalni. Marigona, të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që ju patëm sot në studio dhe gjithashtu dhe krenari që kemi një vajzë kaq të re me gjitha këto njohuri për artet, për sportet dhe me kaq vendosmëri që e vazhdoni të punoni në ato që i doni. Faleminderit shumë dhe shumë suksese të tjera. Faleminderit shumë Vera, kënaqësia tashmëret është krejt e ime. Edhe jona gjithashtu. Faleminderit e shumë suksese. Faleminderit shumë.